Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazërit të nderuar, dersën e kaluar e patëm për muslimanët, ndërsa një këshill të shkurtër me lejen e Allahut subhanahu wa taala e kemi për akuzat e jo muslimanëve që ja bojnë muslimanëve. E sidomos i dëgjoni, i njini, e sidomos në perëndim, e akuzojnë Islamin që Muhamedi a.s. është martuar me Aishën radiallahu anha që ka qenë me moshë të re. Apo, qëtu e kapin atë, këtë detaj e kapin, edhe dojnë me godit Islamin, edhe Allahu na ruajt deri në qatë të mas e godasin Resulin a.s. që po vjen shumë zërë me thonë, sikur me qenë pedofil. Apo këpëton, Allahu na ruajt. Do të thonë, deri në qatë të mas e godasin Resulin a.s. Të tillët nuk e din se si ka qenë rrethanat perandorin, ose e din po bëjnë kurse s'pe din, që nuk e din se si ka qenë rrethanat perandorin romake, perandorin bizantine, në kohën hala më të hershme, që qikat e reja janë martu. Bile tek ne vllazni, tek ne, pastaj duhet me bo dallimin mes lloj fejese që kanë bo tek ne edhe martesës, apo? A kanë thonë për shembull tu kon djep tek ne, kjo është çika e djalit tënd, a kanë thonë? Mirë, a kanë hinë marrëdhënie çatara? Jo. E njëjta gjë është me Muhamedit a.s. Se në moshën 6 vjeçare është hadithi i shkruar. A ka hinë marrëdhënie Muhamedi sa në moshën 6 vjeçare? Jo. Po sido që tjetë, ne i kemi mbledh argumentet se çka ka ndodhur me perandorin romake, çka ka ndodhur me mbretërit e tyre. Kjo martes kishte urtësi vllaznit madhore për ummetin. Muhamedi a.s. nuk u martu për epsh. Muhamedi a.s. u martu kur është martuar, ka qenë tradit në kohën e arabëve atëre, kur është martu tek një fis, me një qik, një fisi, kret fisi e kam pranu Islamin. Dhe kjo është për një urtësi, apo? Dhe Muhamedi a.s. nuk e ka pas limitin si që ne e kemi 4. Dhe në 4, ne ma shumë nuk lejot. Muhamedi a.s. ka pas fuqin e 30-40 burrave. Ose pejgambert ma hershëm. E pejgamberi Suleman sa i ka pas? E pejgambert e tjerë? Pastaj thot qka? Sepse Aisha radiallahu anha u rrit në shtëpinë e shpalljes, 2200 hadithe i ka transmetu prej Muhamedit a.s. Ka qenë e re, dhe kur je e re për një dobi të madhe të përgjithshme të ummetit, Allahu Azza wa Jalla ka martu, e ka urdhnuar këtë martesë. A muslimani s'bën me dyshun këtë gjë? Përkundër asaj se unë i shoh disa, apo hadithi është në Bukhari. Munohen me dalë për situatës, po që për në sulmen anti-islamistat, atërë na, jo po u konë 18 vjetë, jo e su konë 18 vjetë. Moshën 6 vjeçare, qëfar? Ka qenë mirë, po nuk është martu, marrëdhënie nuk ka hi. Ka qenë një lloj, si me thonë, sigur teknikë që thonë, kjo është lloj fejese, apo bukur. Imam Zuhri rahimahullahu taala thot, në qoftë se do të mblidhej dia të gjitha grave dhe dia e grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dia Aishës radiallahu anha do të ishte më e madhe, sepse ato gra tjera sikur të kishte me qenë për epsh vllazni, të kishte me qenë e psharak Muhamedi a.s. nuk e kish marrë gruan e martuar vejushk të parën, 15 vjet më të moqme. 25 vjet Muhamedi a.s. ka qenë beqar, dhe gruaja e tij Hatixha sa u kon 40. 15 vjet më e moqme. Dhe kjo ishte për një dobi të përgjithshme. Thot këto martesa ishin normë shoqërore në atë kohë, në Arabi. Thot edhe në borbutën, as armiqtë e pejgamberit a.s. në këtë pikë atëherë nuk e kanë sulmu. Se veti kanë bu këto. Sikur të shqiptarë që shka qenë. A e në martu me të na 12 vjetë, kalëzom një poshë Allah. 13 vjetë o martu o vla. E me standardet e sotshme vllazni. Tu nis prej qikës teme tonë dhe se gjithve. A i martojmë 12 vjeç? Jo. A kemi gjuna që si martojmë? Jo, ma vla, se s'ka urdhnu Allah 12 vjeç me martu. Unë për veti, me ma lyp dikun 12 vjeç, thonë Allah që për veti, po s'moj.
Apo bëj gjuna? S'po bëj gjuna. Ka qenë tradit në atë kohë vëlla. Edhe armiqtë e pejgamberit alayhis salam nuk e kanë sulmuar këtë pikë siç e sulmojnë sot anti-islamikët Muhammedin alayhis salatu wassalam. Thot martesat e hershme, thot ishin të zakonshme normë shoqërore në Arabi, në Rom, në Persi, thot në Evropë, madje deri vonë, deri 100 vjetën e fundit. Thot ja disa shembuj. Maria, nëna e Isaut alayhis salam, sipas burimeve krishtere, katolike dhe ortodokse, pohon se Maria u fejua me Jozefin kur ishte në moshën 12 vjeçare. 12-14. Sipas normave, e pash një debat një bosnjak, tu fol me se këta bosnjak pasi edhe gjuhën pe kanë me serbisht dhe me kroat, shumë po bëjnë davet. Të na është pak më problem na shqiptarët. Ai po flet bosnjakisht, ta serbisht gati si gjuhë njëjtë, edhe tu po davet. Edhe pi thot tu debatutash, aty në TikTok një debat, edhe pi thot ta sipas normave tuaja. Cila martesë është jo legale, po është e moralshme, një martesë nën 16 apo nën 18 vjet apo nuk e di unë e konsideroj martesë të pamoralshme. Një martesë jashtë ligjeve apo kupton moderne, sanë që nuk pranohet. Edhe di çka i thot? Ti që i thu krishtere, ti po i thu nënës Isaut Jezusit, Marijës, grua e përdalur. Me fjalët e tu, edhe në mbyll gojë, s'po ti çka më thon. Sa argumente tjerë. Sipas burimeve tyre, sipas burimeve krishtere, moshën 12 vjeçare, ligji kanonik, katolik, për shekuj ka lejuar që vajza në moshën 12 vjeçare mund të martohej. Ky ligj ka qenë zyrtar në kish deri 1917 vllazni. Para 100 vjet valla. Mos më shiti mu këtu. Pastaj thot mbretëresha dhe princesha të krishtera. Isabella e Valojës, Francës, Anglisë, shekulli 14, u martua, qëre, me mbretin Richardin e II të Anglisë, mosha asaj ka qenë 7 vjeçe. Edhe, që godite? Me miratimin e kishës. Me miratimin e kishës. Ju kom thonë shpesh, këto lëvizjet anti-islamike që tash që jenë bo, jenë të i godit vetë kishën. Se e kanë përhapat narrativen, e kanë bo ambientin, jo patriotizma, nacionalizma, ku e diune, shqiptarizma, e tash po dalin vetë do të gjerë gjithë, shkojnë Beograd. A shkojnë Beograd, a po të videon? E na kur kemi thonë innamal mu'minuna ikhwa, kur kemi thonë me të vërtet besimtarët janë vëllezër, s'na pranonit neve, ju kundër kombit. E ky juj që shkoj atje në Beograd, ai prifti popi juj apo prifti juj katolik që tha është motra e madhe kisha ortodokse e jona, qa me bëhti? Po na kemi ditë këtë Allah. Po ju mos na shitni kopolla. Na kemi ditë këtë gjë. Se feja universale i bashkon, domethënë krishterizmi, ky një katolik këtu me një katolik arab janë vëlla në aspektin fetar. Sikur unë që jam vëlla me një musliman në këtë botën, apo. Pastaj thot, dhe martesa ishte zyrtare dhe kishtare, por bashkjetesa nuk u konsumua deri vonë. Do të thonë moshën 6 vjeçare, po u martua, u bosi martesë, hajt po themi si fejes tash, apo pastaj marrëdhënia u konsumua mas disa vjetëve. Thot askush në Evropën e krishterë nuk e quajta këtë imorale. Mary Queen, në Skoci, shekulli 16, u fejua dhe u martua juridikisht në fëmijëri. U dërgua në Francë, që e vogël dhe martesa u njoh zyrtarisht nga kisha. Që argumenti? Edhe pse bashkjetesa u shty martesa si akt ligjor ekzistante. Domethënë moshën 7 vjeçare i kanë bërë letrat që kjo çik është e jotja, nuk mundet me marr dikush tjetër. E pastaj kur kanë një bashkjetesë është diçka tjetër. Dyshimi rriat se bashkjetesa u shty tek të krishterët, mirë po kjo gjë ka ndodhur edhe më Aisha radhiyallahu anha, se këta kur thonë 6 vjet u martua, pse? Po nuk e ka konsumuar martesën moshën 6 vjeçare, sa i fëmijë është. Nuk ka në pubertet moshën 6 vjeçare Aisha radhiyallahu anha. Thot pas disa viteve u bë bashkjetesa.
Thot, do më thënë u shty deri në pjekurin biologjike. Romakët, çka thonin dhe pjekuria biologjike? Vajza konsideroj e pjekur pubertet me fillimin e menstruacioneve. A jeni dakord kërret që një çik kur t'i vin menstruacionet, asaj i bëhet obligim çka? Namazi, i bëhet obligim agjërimi, i bëhet obligim bulesa dhe ajo ka ndjenja ndaj partnerit. Krypuna. To Allahu ta ka bëu. Thot çka? Vajza konsiderohej pjekur në fillimin e menstruacioneve. Kjo zakonisht ndodhte rreth moshës 12 vjeç, por mund të ndodhte edhe në moshën 10-11 vjeç. Varësisht nga klima dhe shëndeti. Si shtajti në moshën 12 vjeçare në martutena. Tash jo, po më herët po, edhe pse ka, edhe sot ka 13-14 ka që martohen. Po kërkush përpara se ka bo problem. Pastaj, mosha në Arabinë e lashtë, para dhe në kohën e pejgamberit alayhis salam, puberteti përfshir ardhen e menstruacioneve, ndodhte mesatarisht më herët se sa më shumë në shoqëritë moderne. Kjo është pranuar nga historian, mjek, dietar të fikut e kështu me radhë, dhe thot mosha e zakonshme ishte nga 9 deri në 12 vjeç. Në disa raste 9 deri në 10, te djemt ishte 11 dhe 14. Normalisht këto e dim krejt që djemt piqen më vonë. Qikat piqen më herët. Bukur, pse ka ndodhur kjo? Është rrot pyetja. Pse në pjek femnat më herët? Në moshën 9 vjeçare i kanë menstruacionet. Na këtë e din, edhe mjekët edhe këtë e din. Kur të vinë menstruacionet, a mund me lind qika? U kërpuna. Allah. Kur të vinë menstruacione, lind femna. Në më thënë, është genetikisht e pjekur. E pastaj, për shkak të rrethonave të sotshme, që nuk piqet në kontekstin modern, apo është diçka tjetër ajo. Ama para 500.000, ko e di, gjërat kanë qenë ndryshe. Pse ndodh kjo vllazni në një klima e nxehtë? Botën arabe është klima e nxehtë. Klima e nxehtë ka bo që ato shumë herët mu pjek. Nëse atje 9 vjeç ju kanë orë menstruacionet, qikës teme, qikës juj, 16 vjeç pivin. Pse? Rrethonat janë asisoj, klima është. E dyta, stili i jetës natyror, pa ushqime të përpuruara, pa stres urban, modern, gjitha këto sene, e bëjnë që mos më orë menstruacionet në kohë. Gjenetika mjedisi popujve të lindjes së mesme, genetika normalisht, ushqimi thjesht, por energjik dhe aktiviteti fizik. Sa smundje pikemi, sa sene pikemi, pse nuk e kemi ushqimin në rregull. Tek romakët dhe bizantinët nikau bënte që në fëmijëri, ndërsa bashkëjetesa u shtynte, nga martesa e Aishës kritikohet. Nëse martesa e Aishës kritikohet, duhet mu kritikohet dhe ligji kishtar, mbretërit romake, krejt këta duhet mu kritiku. Po këto priftrinjet e dishëm nuk e bëjnë, se e dinë që ju kthehet. Po dalin qështu disa analfabet dalin, edhe subhanallah, del në debat aty, thot, qa përdi një koment, veç më spriqin këto mediat. Veç njëne ka bo, pse e martu një qikës, ti e muslimane, pse e martu me mashkullin krishter, e bëjnë tem debati. Mirë, pse s'pitirish krishtert? Edhe krishtert e kanë ndalume. Edhe krishtire e kanë ndalume. Nuk ta pagëzon, nuk ta miraton martesën në kish, nëse një qik krishtere martohet me një musliman. S'ta pranon kisha. Pse kjo nuk bëhet debat, e bëhet debat përveç për muslimant? Pastaj thot çka, pra historia tregon se kjo nuk ishte problem moral, as në islam, as krishterizëm, por realiteti kohës, a ishte ky urdhër rast specifik historik. Martesa pejgamberit alayhis salam nuk ishte që çto është baza. Nuk ishte urdhër për ummetin. U krypuna. Pik. So urdhër për ty. Me marr 9 vjeçare nuk është urdhër për ty. U krypuna. Ky ishte urdhër vetëm për Muhamedit alayhis salam, dhe Aisha radhiyallahu anha ishte në pubertet kur u martu tamam. Jo në 6 vjeçare, 9 vjeçare. Po mos e se është e rënd tash 9 vjeç. Për 9 vjeç fëmijë është vëlla. Do s'di kur jote na 9 vjeç. Mirë po atër jënë pjek ma herët. Gjërat kanë qenë ma ndryshe. Po si do të qoftë, prapë në fund themi që ky urdhër s'është për neve. Është urdhër specifik për Muhamedit alayhi salatu wassalam, që me përhap dijen vllazni. Se Muhamedi alayhi salam ka vdek, ka qenë më i moshuar dhe dija është përhap, sahabët e kanë marrë dijen prej trashëgimtarit të dijes.
Aisha trashëgimtare e dijes Muhamedit alayhi salatu selam, martesa pejgamberit alayhi salatu me Aishën kishte arsye specifike, profetike, po ashtu dhe lidhjes së forcimit me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, transmetimi shumë hadith dhe dituris, por nuk është shembull obligativ për gjithë muslimanët, dhe çtu përfundon çështja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet. Amen. Se keni ndaj pyetje?